të respektuar vëllezër besimtar. I jemi mirënjohës Zotit të madhrishëm, i cili na ka krijuar, na ka udhëzuar, na ka bërë pjesëtar të kësaj feje të madhe dhe na ka bërë pasues të rrugës së lavdishme, rrugë të cilën e ka ndjekur dhe ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe padyshim se është detyrë e secilit njeri në përgjithësi dhe besimtarit në veçanti që në jetën e kësaj bote të mundohet dhe të bën përpjekje maksimale që t'i përgjigjet Zotit të madhrishëm dhe të rrugton në jetën e kësaj bote i sigurt me udhëzim ndaj Zotit të madhrishëm dhe të lehtë gjurmë në trajektorën e jetës së tij. Të ndershëm vëllezër besimtar, duke pas parasysh faktin se sot është një ditë e madhe për secilin besimtar në rrugët e tokës. Është një ditë e veçantë, është një ditë feste, e cila fest vjen si përgjigje ndaj një rruge të gjatë të sakrificës së njeriut për ta njohur Zotin e madhrishëm dhe për t'u përgjigj thirrjes së Zotit të madhrishëm. Në realitet kjo është festë e madhe. Në Islam këtij bajrami thuajnë bajram i madh, edhe pse në zhargonin popullor gabimisht i themi këtij bajrami bajram i vogël. Kjo është bajram i madh. Bajrami i vogël është bajrami i Fitr bajramit. Po pse është i madh kjo festë? Sepse s'ka mjaftu me i thonë vetëm festë. Po Allahu xhallahu ala na ka mësuar që kësaj mi thonë festë e madhe. Por shkak se lidhet me një dispozit prej dispozitave më të mëdha të shariatit islam që ka të bëjë me haxhin. Dhe pastaj lidhet me ditën prej ditëve më të mira dhe të veçantë që ka të falë Zoti i madhrishëm e që ka të bëjë me ditën e Arafatit. Të ndershëm vëllezër, tema është e gjanë, po ndu mi përmend dy çështje shkurtimisht. E para, kjo fest na mëson, ky adhurim në fakt haxhi na mëson se jeta kësaj bote është betejë për ta njohur Zotin e madhrishëm. Është mision beg i madh për cilën është krijuar njeriu, me njoft Zotin e madhrishëm, sepse përmes njohjes së Zotit të madhrishëm njeriu ka me njoft veten dhe ka me njoft misionin në jetën e kësaj bote. Pra, prej mësimeve më të mëdha që i merr njeriu në haxh është sepse mësohet çish me njoft krijuesin e vet. Dhe me i bë pyetje vetes se nga ke ardhur, për ku je nis dhe cili do të jetë nesër e ardhmja jote në botën e përjetshme. Sepse vëllezër të ndershëm, këtë dunja janë dy kushte për me qenë njeri mirë. Kushti i parë është vertikalja, mënyra që e njeh ti Zotin e madhrishëm, çish i përgjigj Zotit tan, cili është raporti me Zotin tan, çka nuk kupton ti, çka din ti për Zotin e madhrishëm, cila është rruga jote për të Zotin e madhrishëm. Dhe e dyta, për të qenë i mirë në jetën e kësaj bote, vlen edhe aspekti horizontal. Çka besimi në Zot, çfarë rezultati të jep ty në jetën e përditshme? Cili është raporti yt me familjen, me shoqërinë, dhe cili është raporti yt në kontribut me vlerat me të cilat jeton në jetën e kësaj bote. Pra vëllezër të ndershëm, kjo është festë e madhe sepse përfundon një prej 5 shtyllave, kryet në fakt, realizohet një prej 5 shtyllave të Islamit që quhet haxh dhe lidhet për shkak të ditës së madhe, të ditës së Arafatit. Vëllezër të ndershëm, janë 3 ditë në jetën e kësaj bote që kanë vlerë të madhe e që Zoti i madhrishëm është betuar në te. Zoti i madhrishëm është betuar në ditën e Xhuma. Për shkak se në këtë ditë, sipas Kurani Kerimit, është krijuar njeriu. Kjo ditë është datëlindja e njerëzimit. Në këtë ditë ka filluar me një funksion jeta kësaj bote. Janë krijuar toka, qejt e kështu me radhë. Pra është një ditë beg e madhe që Zoti i madhrishëm betohet në te. Dhe dita e dytë që betohet Zoti i madhrishëm dhe ka vlerë shumë, dita më e mirë që e ka shndri dielli, është dita e Arafatit. Nuk ka ditë më të madhe në këtë dunja se sa dita e djeshme. Pe kur e ka kriju Allahu këtë tokë, deri në ditën kur të kthehemi te Zoti i madhrishëm, nuk ka mundësi me përjetu asnjë krijesë në tokë as në qiell ditë më të mirë se sa dita e Arafatit. Mos e ngatroni ditën e Arafatit me natën e Kadrit,
sepse nata më e vlefshme nata Kadrit, kurse dita më e vlefshme që e ka kriju Allahu xhallahu ala është dita e Arafatit, e cila ka qenë dje dhe Zoti i Madhërisëm është betuar atë ditë. Dhe dita tretë që betohet Zoti i Madhërisëm është dita ku të kthehemi në botën e përjetshme. Shifë vëllezër të ndershëm, betohet në ditën kur kjo ardh. Allahu xhallahu ala do më tregu se sa vlerë kiti si njeri. Ai që të ka kriju të ka dhënë autoritet madh ty. Ai që të ka kriju të ka ngrit. Allahu xhallahu ala. Andaj mos lejo që në jetën e kësaj bote ti përkurrësh askujt përveç Zotit të Madhërisëm. Sepse ai të ka ngrit. Dhe ti dush me qëndru në atë pjadestal ku të ka ngrit Allahu xhallahu ala dhe përmes besimit të ngritesh edhe më shumë jetën e kësaj bote. Ta ka përmend ditën kur kjo ardh. Dhe pasaj një ditë të tubimit, që dita Arafatit, e që njerëzit prej skajeve të botës, nëse lexojmë statistika vëllezër, e gjejmë se pothuajse nuk ka pjesë të tokës e që s'ka njerëz në Arafat. Është fenomen interesant kjo punë. Me marë globin në përgjithësi ku është, edhe me këshirë njerëzit që janë sot, që janë kanë dje në Arafat, pothuajse nuk ka territor të tokës, vend të tokës, që s'ka marë pjesë dikush në Arafat. Nëse donë me ditë çka është diversiteti, edhe kulturor, edhe nacionali, ku diçka, shembulli më i mirë me pa në Arafat. Pse vëllezër? Sepse atje komandohemi prej Zotit të Madhërisëm, për atij që na ka kriju. Pavarësisht ngjyrën, racën, prejardhën, pasurinë, vlen ligji i Allahut xhallahu ala për njeriu. Dhe është e çuditshme, miliona njerëz për skajeve të botës, të gjithë kanë një qëllim me njoftë Allahun xhallahu ala dhe meri dëshmu besimin karshi Zotit Madhërisëm në ditën më të madhe që ka kriju Allahu subhanahu wa taala dhe ditën e tretë që Zoti e përmend kthimin te Zoti Madhërisëm, sepse nuk ka rrugdalje tjetër këtë jetë përveç se ka kemi ardhur të kthehemi e kthimi te Zoti Madhërisëm është do të më qenë identitetshëm për njeriu. Vëllezër të ndershëm, mesazhi i kësaj dite është se në jetën e kësaj bote gjërat e mira nuk arrijnë lehtë. Allahu xhallahu ala e ka dizajnuar këtë jetë në këtë mënyrë që gjërat e mira nuk arrijnë lehtë. Pra nuk është e lehtë me arrit pjedestalet e jetës. Nuk është e lehtë rruga me mritë suksesi i jetës. Por këtë arsye kjo sakrifica qurbanit na mëson se nëse don me arrit qëllimet e jetës, duhet me pas qëndrueshmëri. Në radhë parë besim në Zotin e Madhërisëm dhe pastaj vendosshmëri për me arrit qëllimet më të mira të jetës, sepse për çdo ditë të kësaj bote është me rëndësi për ty me shënu dhe me lënë gjuhë me trajtorën e jetës. Ajo që neve sot na bën përshtypje për mesazheve të mëdha të Islamit vëllezër është që duke njohur Zotin e Madhërisëm, ta njohim veten, të afrohemi njëri tjetrin, të bëjmë përpjekje që të rrënojmë ato barikadat e jetës dhe të krijojmë ura komunikimi mes njëri tjetrit, t'u ja dhënë vlerën dhe meritën secilit që e meriton, duke filluar prej familjes, shoqërisë dhe rrethit ku jetojmë. Dhe një informacion dhe mbylla, ju që mirëni me shkencë, dhe intereson këtë informacion, një herë në 100 vjet, sipas shkencëtarëve, po ndodh ka që dielli me i pas, me u pozicionu me rrezet direkt në Qabe. Dhe sot në namazin e drekës, kur të falet në Qabe atje, ato që janë atje afër e këshyr më mirë, po këto që janë për distancë, e kanë fatin me pa një mrekulli shkencore, një mrekulli për mrekullive që dëshmon se Zoti është krijues, se një herë në 100 vjet dielli po pozicionoj ka në drejtim të Qabës. Pse po e përmendi këtë argument? Që te me gjanë, se s'është e rastishme kjo. Nuk është e rastishme. Nuk është e rastishme, ajo supozohet që është mesi i gjithësisë. Do te me gjatë. Dhe tash, ç'lidhje paska, për shembull, ç'lidhje paska një objekt në tokë, me qenë me një vijë vertikale, do me thonë me pozicionin e diellit. Dhe një herë 100 vjet. Dhe rrezet hija në të nënë ka cilësh nuk ka më hije për një kohë begit gjatë.
Dhe qenë ka mrekulli dhe pash në shkrime atje se do t'jetë diçka më dështore. Sot të lumt ata që janë atje dhe lutën për shpirtin e tyre, për shpirtat e gjithë besimtarëve dhe shohin një mrekulli për mrekullive të mëdha, sepse Zoti i Madhërisht në Kur'an po thotë se nurihim ayatina fil afaq. Unë kam javë të dukshme argumente toksore dhe qiellore njerëzve, hatta yatabayyana lahum, derisa të bindën anul haq, se Allahu është i vërtetë dhe fjala e tij është e vërtetë. Dhe njerëzit me kalimin e kohës kanë me vërtetuar se kjo fe është e saktë. Kjo fe që ne i takojmë është e saktë. Ky Kur'an që është mesin tonë është i saktë. Kush don me ballavaçu faktet, i mjafton me lezu dhe kupton se po bën fjalë për të vërtetë. Inshallah Zoti i Madhërisht në këtë ditë të madhe feste i lumturon zemrat e njerëzve, i parafron zemrat e njerëzve, ju sjell bereqet në familje ku jetojnë, u aleton brengat e jetës, i furnizon me rrezq halalit dhe i lumturon këtë botën e përjetshme. Dhe këtu përfundoj, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.